kur është hap varre, çka keni vrejt përveç asajna me batanije që ka qenë mbështjellën. Raporti i përgatitur nga hetuesit është bazë mjaftueshme që prokurori të urdhërojë verifikimin e informacioneve në terren. Pak minuta pasi marrin urdhërat, hetuesit e krimeve të luftës nisen drejt Podujevës. Aty do verifikojnë lokacionin dhe do synojnë të takojnë edhe dëshmitarët. Nëpër pas takimit me prokurorin tash jena të shkuar në vend ngjarjes, apo na tregon çka pritet sot me mbri, me pas çka kanë atë vend aty. Jena të shkuar. Po pas pranimit të informacionit nga qytetarët, ne kemi njoftuar prokurorinë sipas procedurës, se cila na obligon ta njoftojmë prokurorin, dhe pas njoftimit të prokurorit, sipas sugjerime dhe autorizimeve verbale që na i dha prokurori, sot po dalim për vizitojmë vendin e ngjarjes, i cili ndodhet në fshatin e Obronç të Podujevës. Domethënë sot presim me taku dëshmitarin edhe me verifiku informacionin se për çfarë bëhet fjalë. Nikosisht në qoftë se është informata kredibile dhe e vrejmë që informata domethënë ka gjas me rezultu me gjetje shtrore, bëhet sigurimi i vendit ngjarjes, bëhet evidentimi me kod të vendit ngjarjes, për shkak se për rastet e personave zhdukur është një kod një vend i cili kodifikohet dhe gjitha ato vetje shtrore në morg edhe deri në fund procesit do të identifikohen me atë kod edhe me atë vend ngjarjes, bëhet evidentimi, fotografimi dhe evidentimi me grid referenca marrën koordinatat gjeografike, më përcaktu vendi, zona dhe lokacioni sakt se për ku bëhet fjalë. Dhe bëhet fotografimi, skicimi i atij vendi dhe pastaj përgatitet një kërkesë për prokurorin i cili pastaj do të drejtohet gjykatës për ndryshimin e ordnesës për ekshumim dhe gërmim, për me bën vlerësimin se a rezulton me gjetje pozitive apo jo. Nën urdhrat e prokurorisë speciale, hetuesit e krimeve të luftës nisin ekzaminimin në një zonë të dyshimt që pretendohet të ketë varret të viktimave të luftës. Informacionet e para tregonin që një grup fshatarësh kanë hasur në shenja që tregojnë se aty ka persona të varrosur. Konfirmimi i parë për hetuesit është në vendin e ngjarjes. Aty konfirmohet se ka pasur tentativë për të hapur një varr i cili është mbyllur. Në situatat e tilla, zona rrethohet me shirit dhe askush i pa autorizuar nuk futet brenda perimetrit. Që diskutuam edhe më herët se kjo është edhe në të kaluar këtu në seri kanë rezultuar me gjetje shtrore. Domethënë në këtë pjesën këtu, domethënë ka rezultuar me gjetje, është ekshumuar pjesa atje në të kaluarën, si edhe te Kajlisi, domethënë janë hapësira që është atje, është hapësirë e cila ka rezultuar me, domethënë në periudhën e pas luftës familjarët kanë gërmuar si kanë pasur varreza të reja dhe i kanë identifikuar, domethënë fillimet e para pas luftës i kanë identifikuar me metoda tradicionale familjarët e vet i kanë marrë. Për neve pjesë dyshim mbetet tash kjo hapësira këtu, e cila pas përmirësimit të motit pa këto kushte klimatike kur krijohet pak thatësi e dhëvt, është zonë me interes për vlerësim e ekshumim, cilën kemi planifikim që ta eliminojmë si dyshim në mënyrë që ta pastrojmë këtë zonë që në të ardhmen kur qytetarët hapin varre mos të ndeshen mbetje shtrore të janë kohës luftës, po të pastrojmë si zonë dhe edhe për neve e mbyllim si vend i cili për neve nuk paraqet interes në këtyre tanë. Pak minuta pas sigurimit të zonës, hetuesit kontaktojnë me dëshmitarin. Intervista në vendin e ngjarjes do ju siguroj atyre informacione për pamjet dhe rrethanat se si ata zbuluan zonën e dyshimt. Çka keni vrejt ju kur është hap varre, çka keni vrejt përveç asajna me batanije që ka qenë mbështjellën? A keni vrejt dyshime tjera ose forma çysh ka qenë shtrimi trupi?
në element tjetër që ka pas ato. Tash, këtu janë varreza, disa janë varreza të durezhve dhe janë të këpallëve, edhe mund këtë mesin këtu të mes dy par varrezave, ajo kufoma fillimisht ka qenë, do thotë, ajo batania kemi pa vetëm prej shokës e lartë, ndërsa këmbët ka qenë një formë tjetër. Pra nuk është e varrosur në këtë rendin që i varrosim ne kufumat, po është, do thotë, e kthyme në një formë pak më të rregullt. Është rregullt është, nuk është e rregullt. Edhe gjithashtu pasi nën batanie ka qenë edhe një formë si xhaketë e zezë diçka. Nuk e di, unë dyshoj që mundet me pas edhe viktima tjera për shkak të rasteve tjera që kanë qenë edhe më herët. Në hetimet fillestare, hetuesi duhet të grumbullojnë prova të rëndësishme. Ata fotografojnë zonën, konstatojnë lokacionin me GPS dhe marrin pamje edhe nga dronit të cilat përdoren në fazat e tjera të procedurës. Pam që u vendosën në disa shenja, mundesh me na tregu çka është kjo, peshohemi aty një si lloj radiolidhje që është afër asoj shenjës? Kodifikimi me kodin e radhës, i cili është e përcjell në vazhdimsi këtë kod. Ky vend i ngjarjes ka vetëm këtë kod, që është ÇGTYP. Është north që tregon në drejtimin e veriut, dhe kjo pajisja këtu është GPS-i i cili merr në grid referencat ose pikën koordinative në cilën ka më bo eksumimi, gërmimi. Përveç shenjzimit që u bë dhe drejtimit prej ku pritet me u punu aty, tash shohim zyrtarë policorë që po operojnë edhe me dron. Gjitha këto veprime që i bojmë në vendngjarjes, gjitha i bojmë këtu për me bo një shënim sa më sakt, me pas një pasqyrim që edhe me prezentu punën tonë, po edhe në raportet tona me dalë më të kompletume, më profesionale edhe më përmbajtësore. Që edhe prokurori i cili është në zyrën e tij atje tash me domethënë prej zyres se për çka po bëhet fjalë, si është gjendja e lokacionit. Përveç shiritit që u vendos, po shohim që edhe fotografi merrni, e skenoni ke komplet zonën? Komplet kjo pjesë bëhet evidentim, skicim, fotografim edhe video incizim për perspektives dronit që me konë, domethënë për gjitha anëve me saktë pika e cila është zonë me interes.